Atëre unë po ju prezantoj raportin e Parlamentit Evropian të Komisionit të Politikave të Jashtme, që do të janë pjesë të negociatave për Bashkimin Evropian. Dhe çdo vit Komisioni për Politikat e Jashtme të Bashkimit Evropian bën një raport për secilin vend që është kandidat apo do të kandidojë dhe bën për politikat e brendshme të tij. Dhe normalisht çdo antar ka të drejtën të bëjë një relacion ose më të bëjë relatimin e një shteti dhe normalisht jep një draft fillestar dhe eurodeputetët në momentin e duhur shkojnë edhe bëjnë ndryshime të raportit fillestar. Pse mbaj këtë këtu? Sepse duhet kuptoni që ky është raporti përfundimtar në kuptimin me ndryshimet që kanë bërë eurodeputetët, pra kanë bërë amandamente, pra nga ajo fillestarja kanë bërë shtesë, kanë ndryshuar ose kanë lënë ashtu siç duhet, në varësi të degës apo të departamentit ose më mirë të politikave që ata mendojnë që kanë ndryshuar apo nuk kanë ndryshuar, apo ka progres apo nuk ka progres në shteti. Dhe ky raport është pak më filmat për arsye se Bashkimi Evropian në 2024 në procesin e zgjedhjeve europarlamentare dhe kanë përfshirë në të njëjtën kohë 2023, 2024 dhe 2025, pjesë të tyre që prekin edhe zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, dhe eurodeputetët e grupeve të ndryshme parlamentare kanë bërë amandamente të ndryshme në rastet e drejtësisë, medias, lirisë së fjalës, veprimit të organizatave jo fitëtorëse, të qeverisë shqiptare në raport me qëndrueshmërinë, me punësimin, me mjedisin, dhe shumë gjëra të tjera. Çfarë ndodh në këtë raport? Është draft raporti fillestar që ka një emër të famshëm dhe është raportuesi Andreas, i cili ka punuar dhe kanë bërë një raport të shkëlqyer për Shqipërinë. Kujdes. 9 faqe ka punuar dhe ka bërë një raport të shkëlqyer. Por Andreas ka punuar shumë mirë sepse Andreas është ky. Dhe austriak. Vetëm mos afroni shumë avokat sepse nuk ju dëgjoj dot ju pastaj sepse më bllokon zërin. Zërin tuaj. Andreas vjen nga partitë politike socialiste. Vija krahu i smajtës. I pavarur, i paanshëm në raportin fillestar në faqe. Shqipëria ka progres. Vinë eurodeputetët e tjerë të grupeve tjera parlamentare, edhe thënë Andreas, Andrea i thënë, po si që shagin të 236 amandamente të fillim ne për çdo rast për Shqipërinë. Dhe thjesht më lejoni të hap një faqe, thjesht për kuriozitet, të shikoni çfarë është bërë. Andreas fillimisht ka ardhur dhe ka thënë fjalë këtu. Nuk kanë rënë dakord deputetët dhe kanë vajtur edhe deputetë të tjerë dhe kanë shtuar fjalën këtu. Dhe thënë ne këtë qëndrim mbajmë për raport me Shqipërinë për këtë çështje. Kanë shku pak më poshtë, Andreas ma këtë qëndrim këtu, kanë shku pak më poshtë dhe kanë shtuar për fjalë të tjera. Pastaj t'ju jap një rast tjetër që të kuptoni. Andreas ka bërë një punë të shkëlqyer duke vendosur socialistë. Dhe këta kanë shkuar dhe ja kanë korrigjuar amendamentet. Ne i kanë bërë shtesë. Pra, janë korrigjuar amendamentet e të majtit austriak. Austriak, po. Janë korrigjuar edhe kjo raport tani të shkojë në seancë plenare dhe të votohet nga Parlamenti Evropian. Ma jepni me një batut për ta mbyllur, raporti është sinjal i kuq, jeshil apo i verdh? Me semafor. I kuq, totalisht i kuq. I kuq, totalisht. As bëhet fjalë. 2027 nuk e shikon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, as mbyllje negociatash,
unë mendoj se Shqipëria në 2027 do të jetë në një krizë të thellë të brendshëm politiko-ekonomiko-financiare. Shqipëria do përballet me një krizë ekonomike në tetor, duhet patjetër të marrim një borxh shumë të madh që do ta marrim, duke mbyll gropa kështu djathtas me radhë. Nuk u tha nga asnjë nga faktorët politik, kjo është që më vjen keq. Asnjë nga faktorët politik nuk ka thënë të vërtetën për Shqipërinë dhe shqiptarët, për ekonominë e vendit, por Moody's është një institucion ndërkombëtar, ka nxjerrë një raport dhe thotë shumë qartë që Shqipëria, pavarësisht çfarë reformash ka bërë, është e detyruar që në tetor nëntor mos gaboj të marrë një kredi financiar dhe prandaj keni parë ju që ministri i financave në Kovape vere ka bërë shikim buxhet në 2025. Në fakt, 2024-2025. Pra do të thotë semafori kuq në mënyrë kështu të paimagjinueshëm. Vendi duhet ta mbaroj edhe këtë, ashtu siç kemi thënë gjithmonë, edhe kam thënë. Ju keni folur për lavatricën e drejtësisë të plepat që po dalin dritë, keni folur edhe për skenarin grek, por uroj që mos dalë kjo. Kjo të do thoja. Jo, një sekond, nuk do jetë skenari grek i cili do ketë këtu falimente në kuptimin të paimagjinueshëm kështu. Jo, do jetë një faliment i kontrolluar në rast se bankat, sepse bankat tona të dini kanë likuiditet shumë të mirë. Pra, shteti shqiptar nga bankat tona merr gjithë ato lekë. Në vend shteti të japi bankave, nga bankat marrë. Pra, ne kemi fuqi shumë të mirë likuiditetit të bankave. Pra, e kemi shumë mirë. Por shteti jonë nuk ka fuqi. Pse? Nga korrupsioni, nga abuzimi, nga mënyra se si ne si shtet nuk kemi mbrojtur shtetin duke qenë punonjësit tanë të cilët do të mbrojnë shtetin, po thjesht thonë, gje punën gjykat, gje këte, gje ande, unë të kaq jam, i antar i partisë kështu me radhë, pra nuk ka qenë seriozitet, pra nuk kemi punonjë serioz në shtetin shqiptar, dhe mënyra se si është bërë korrupsioni dhe gropat të cilët janë hapur, vjen një moment dhe të thonë, zotëri, do shkosh në Bashkimin Evropian? Po nuk mund të shkosh në Bashkimin Evropian varfanjak, as i cili të jesh në mëshirë të fatit financiar, që do të thotë, ti si shtet duhet para përgatitesh që të fuqizosh fuqinë tënde financiare, pra fuqinë paguese, që do të thotë, kur nesër të bësh antar i Bashkimit Evropian, nuk do marrësh kredi për të paguar kontributet në Bashkimin Evropian. Prandaj ky raport dhe në aspekti financiar i thotë Shqipërisë ke punë akoma për të përmbushur. Po ashtu i thotë Shqipërisë që nuk në intereson ajo do të jetë skenari grek, turk apo europian si të duash ti, por intereson edhe i thotë ti në rast se të dalësh në tregjet ndërkombëtare, kujdese për qindja e parave që ti merr për të bërë, si të themi atë, marrjen edhe fuqizimin e buxhetit, do ta bësh me norma interese shumë të ulta. Nuk mund të marrësh me 7.6, me 7%, me 6%. Pra do të thotë që ti brenda vetes duhet të marrësh masa të forta financiare. Pra, unë jam edhe i mendimit që mundet në një moment të dytë të rikthehet të vësheja për të gjitha bizneset. Jo ashtu siç e bërë me përjashtim. Pra, vendi ynë do të pra, në rast se do të shkosh në Bashkimin Evropian, do të futesh të paguash gropat. Gropat nuk e ka bërë vetëm Sali Berisha, që thënë ata, jo, ai duhet i kriminale kështu. Mund të jenë edhe ato fakte. Por gropat i ka bërë sidomos Partia Socialiste nga 2013 deri më sot, duke bërë ndryshime buxheti, duke bërë çdo gjë. Por në Bashkimin Evropian dhe në këtë raport që flasim ne bashkë këtu, i thotë shumë qartë, rregullo ligjin fiskal, rregullo se sa lek dhe kush